Me homazhet e kryera në varrezat e dëshmorëve në Kumanov, Tetov, Kërçov e Struk, Këshilli Organizativ i manifestimit Flaka e Janarit kanë realizuar aktivitetet për manifestimin e sivjetshëm të 11-tin me radhë. Imran Zhupani, antari i Këshillit Organizativ, theksoi se në epiqendër të këtij manifestimi janë 3 figurat kyçe të historisë shqiptare: vëllezërit Jusufe Bardosh Gërvalla dhe Kadri Zeka, të cilët kanë luajtur rol të rëndësishëm në organizimin e mërgatës shqiptare. Në javën që lëm pas, Këshilli Organizativ ka vënë kurora me lule në të gjitha qytetet ku janë varret apo lapidaret, pllakat përkujtimore të dëshmorëve, duke nisur nga Kumanova, në Tetov, në Struk, në Gostivar. Për të përfunduar nesër, më 16 janar, në bashkëveprim me Këshillin Organizativ të Flakës Janarit në Kërçov dhe shoqatën e veteranëve të luftës të ushtrisë shkrimtare kombëtare në Kollar. Ndërkaq, Arsim Disha, kryetari i Këshillit Organizativ, theksoi se në manifestimin qendror do të promovohet monografia dedikuar 10 vjetorit të manifestimit Flaka e Janarit nga Shoqëria Kulturore Artistike Lulet e Malësisë. Kjo monografi është një pasqyrim i të gjithë organizimeve të Flakës së Janarit nga 2006 deri në 2015. Monografi e cila në vete përmban ashtu e theksoi unë 12 kapituj. Në kapitullin e parë janë të përfshirë shkrimet e ish kryetarit të Këshillit Organizativ zotëri Luan Veliut, Fatmir Limanit, Fazli Veliut, Rahim Hasanit, Sinan Zilbearit dhe Arsim Disha. Manifestimi tradicional mbarkombëtar Flaka e Janarit ka filluar të realizohet që nga viti 2006.